dhe kam tentuar të vras veten për dashurinë. Pse? Jo, këtë duhet ta sqaroj mirë. Pse kjo nuk duhet të ndodhë dhe pse njeriu nuk duhet të shkojë deri në këtë ekstrem për dashurinë. Domethënë njeriu mund të bëjë të gjitha çmenduritë për dashurinë. Mund edhe të premtojë që do ta sjell hënën dhe ta marrë në mënyrë figurative për ty. Po pse nuk duhet të shkojë në mendimeve të vrasje? Se ka shumë njerëz që po e mbrin edhe këtë fund, e prekin këtë fund. Dhe unë 14 vjeç kam qenë kur e kam bërë këtë gjë. Fatmirësisht më shpëtoi Zoti edhe nuk ndodhi gjë, po vërtet që kur je në atë moshë, kur je i dashuruar, sidomos atëherë e di si ishte, unë kisha rënë tamam siç theti që ikim në vrap meshkujt kur ti i vdes për ata, kur ti shkon nga pas, dhe unë kam qenë komplet e çmendur për ato. Nuk e di, rash në dashuri ishte dashuria ime e parë. Më kujtohet fjalia më esenciale që kam dëgjuar nga një prind për fëmijën e tij në muzeun e Anne Frank në Amsterdam. Dhe në fund të gjithë turit që bëra në shtëpinë e tyre, ishte një televizor ku i mbijetuari i asaj periudhe babai, i vetmi babai Anne Frank në atë familje, thoshte: bisedoni dhe komunikoni sa më shumë me fëmijët tuaj, sepse unë nuk e njeh mjaftueshëm vajzën time. Asnjëherë nuk i njohi mjaftueshëm fëmijët tan. Nga ditari i saj u kuptova se kush ishte vajza ime. Kështu që marr shkas nga kjo që the për të ndihmuar çdo të ri që mund të jetë në këtë situatë tani. Pse jeta vlen dhe pse është një udhtim fantastik, duke qenë se e kam përjetuar dhe vet, dhe kam patur mundësinë që të shoh sa e bukur është jeta. Jam një ndër njerëzit më kategorik kundër këtyre akteve. Pra, për mua është absolutisht nuk duhet ta çojnë në përmendje dikush sa do i dëshpëruar të jetë, të ndërmarrë një hap të tillë. Kush të ndihmoi në atë moment, mban mend? Zoti më ka ndihmuar. Pavarësisht se mund të ndihesh jo i plot sepse ai tjetri nuk mendon që ti je gjysma më i mirë ose më e mirë, mos haro që kjo nuk përcakton vlerën tënde, sepse në kaq miliard sa ka bota do të ketë gjithmonë një njerëz që është perfekt për ty. Prandaj, duaje veten, në këtë sens po, duaje veten, ti s'ke nevojë për dikë tjetër. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.